Falëmbështetje së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Byroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Byroja Kombëtare e Hetimit kanë hyrë në një fazë të re dhe intensive hetimore, ku në fokus janë të gjithë biznesmenët dhe zyrtarët publik që rezultojnë të lidhur drejt për drejt apo tërthorazi me ministren dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Burime pranë hetimit bëj me dije se nuk bëhet fjalë për veprime sporadike, por për një strategji të plotë hetimore, e cila synon të zbërthejë të gjithë rrjetit administrativ dhe ekonomik që dyshohet se ka përfituar nga tendrat e paracaktuar, kontrata publike të manipuluara dhe vendimarrje klienteliste në sektorin e infrastrukturës dhe energjisë. Vetëm në 2 ditët e fundit më shumë se 40 oficerë të BKH-s kanë ushtruar 54 kontrolle në zyra dhe banesa të zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, si dhe të biznesmenëve të njohur që kanë pasur marrëdhënie kontraktuale apo personale me rrethin e ngushtë të Ballukut. Mes personave të kontrolluar mësohet se janë Sindi Dushku, drejtoreshe e kabinetit të Ballukut, si dhe biznesmen të njohur si Ram Geci, Sadik Ismailaj, Rok Gjoka, Pëllum Salillari, Ilir Shtufi, Gëzim Dani, Pajsor Buzi, Ylli Senka, Kujtim Marifaj, si dhe të tjerë emra që po dalin nga verifikimet financiare dhe komunikimet elektronike. Për 2 prej tyre flet arresti është gati në SPAK. Por në listë janë dhe 2 oligarkë të fuqishëm, të cilëve po kontrollohet çdo pasuri si dhe komunikimet mobile. Disa veprime të tyre u kanë ardhur nga hetimet dhe nga përgjimet, sekuestro masive dhe ekspertim digital. Gjatë operacioneve janë sekuestruar 10 telefona celular, laptop dhe pajisje elektronike të cilat SPAK i ka vlerësuar me urgjencë si prova të lishme dhe i ka dërguar në ekspertim kompjuterik të thelluar. Objekti i analizës janë komunikimet në aplikacione të koduara, emaile zyrtare dhe private, dokumente tendrash dhe gjumë financiare që mund të provojnë koordinim të palishëm mes zyrtarëve dhe biznesmenëve. Në këtë kuadër është kontrolluar për herë të dytë dhe Viola Haxhi Ademi, ish sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Infrastrukturës dhe aktualisht drejtoreshe e korporatës elektroenergjetike shqiptare Kesh, të cilës i është sekuestruar dhe aparati celular, sinjali fort politik dhe institucional. Fakti që SPAK dhe BKH po hetojnë çdo biznesmen dhe çdo zyrtar të lidhur me Ballukun pa përjashtime, shihet si një sinjal i fortë se imuniteti politik nuk garanton më mbrojtje dhe drejtësi e re, po teston realisht kufit e saj. Hetimet vijojnë dhe pritet që në ditët në vijim të ketë zhvillime të reja, përfshirë thirrje dhe marrje në pyetje, masa sigurie dhe zgjerim të akuzave. Ndërkohë në monitoring të fortë janë 2 oligarkë, të cilët dyshohen ndër të tjera se kanë ndërhyrë me miq apo firma që fshihen pas tyre, që të fitojnë tendra dhe 10 miliona euro. Po kështu BKH ka marrë urdhër nga prokurori i SPAK Dritan Prençi, Dorina Beko dhe shefi i ri akuzës Klodian Braho, që të mbikëqyrin 2 oligarkët në çdo lëvizje dhe të kontrollojnë në mënyrë të befasishme disa njerëz dhe firma që rrinë pas tyre. Burime thonë se njëri prej tyre që ka fuqi të madhe po pritet flet arresti. Me sa duket SPAK do të jetë histori e re e Shqipërisë. Arben Kraja është shefi i parë i SPAK-ut që hodhi themelet e çelikta në këtë institucion, më pas Altin Dumani që e ktheu në fortesë të jashtëzakonshme në arrestime të politikanëve të lartë dhe të ndërshkrimeve të krimit organizuar. Ndërsa tani Klodian Braho ka misionin e madh që përveç atyre që kanë arritur të arrestojnë dhe në botën e oligarkëve, të cilët përdorin politikën, mafjen, median dhe çdo gjë tjetër për të vjedhur buxhetin e shtetit. Viti 2026 do të jetë viti i skëterrës për oligarkët që kanë marrë 100 miliona euro si dhe nuk paguajnë taksat. Një skuadër financiare dhe me të huaj, specializuar nga FBI, po heton koncesionet, tenderimet, bankat, resorte turistike dhe kullat. Një bankë e nivelit të dytë po kalohet në sit për transaksione financiare që ka kryer për llogari të krimit organizuar dhe një oligarku. Shënimi i redaksisë. Nëse do një prej këtyre biznesmenëve apo zyrtarëve të përmendur në shkrim kanë reagim, jemi të hapur t'ju botojmë nëse pretendojnë se faktet tona nuk janë të sakta. Editoriali Koha Jon.